Ashtu si që kam informuar me datën 11 nëntor, Prokuroria Speciale ka deponuar akt akuzë kundër meje dhe të tjerëve në gjykatën themelore, ku PSRK pretendon që unë me dashje kam siguruar përfitim për persona të tretë duke dëmtuar buxhetin e shtetit gjatë procedurës së sigurimit të rezervës shtetërore të mallrave gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 2022. Me lejoni të ju njoftoj se rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit dhe situatave tjera të përcaktuara në nenin 2 të ligjit për rezervat shtetërore të mallrave. Kështu në vitin 2021, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë ka shpallur 3 herë procedurat e prokurimit për të blerë një sasi të rezervës shtetërore të mallrave, nga të cilat një procedurë e prokurimit ka përfunduar me sukses, ndërsa 2 procedurat e prokurimit kanë dështuar për shkak të mos ofertimit nga operatorët ekonomik. Mosmundësia e blerjes së mallrave bazike dhe konsolidimit të rezervës shtetërore të mallrave është dëshmuar nga 3 procedurat e divizionit të prokurimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë, por që këto fakte Prokuroria Speciale nuk i ka marrë për bazë gjatë hetimit të tyre ndaj nesh. E për procedurën e sigurimit të rezervës shtetërore gjatë periudhës shkurt dhe mars të vitit 2022, për të cilën akuzohem nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, ju rikujtoj se me shpërthimin e luftës në Ukrainë në fund të shkurtit 2022, periudha shkurt mars e vitit 2022, ishte një nga periudhat më sfiduese për sigurinë ushqimore globale dhe rajonale. Ukraina, si një nga eksportuesit kryesor të grurit, mistrit dhe vajt të lulediellit, ndaloi menjëherë eksportet e këtyre produkteve për të siguruar furnizimin e brendshëm. Këto masa të raportuara gjithësisht nga organizata dhe media ndërkombëtare krijuan një lëkundje të menjëhershme në zinxhirin global të furnizimit dhe u reflektuan drejt për drejt në tregjet tona. Kjo lëkundje e menjëhershme në zinxhirin global të furnizimit ndikoi që në javët e para të luftës, shumë shtete, pra jo vetëm Ukraina, filluan me ndalimin e eksportit të produkteve bazë për jetesë, dhe ky ishte një reagim i natyrshëm ndaj panikut të krijuar në tregjet ndërkombëtare. Kjo vërtetohet edhe nga raportet e doganës së Kosovës, se gjatë kësaj periudhe ka pasur rënje të dukshme të sasisë së importit të produkteve bazë, pra edhe në tregun ton vendor. Po ashtu kjo vërtetohet edhe nga komunikimet me ambasadat tona dhe komunikimet me homologët e mi, që kanë njoftuar se shumë shtete kanë ndaluar eksportet e drithrave dhe produkteve tjera bazë për vendet tjera. Si pasojë, çmimet e produkteve bazë u rritën në mënyrë të ndjeshme. Raportimet ndërkombëtare të asaj kohe flasin për rritje të çmimit të bukës, vajit, të lulediellit dhe sheqerit me ritme të papara më parë në kaq pak ditë. Vendet që varen nga importet, përfshirë edhe vendin ton, u përballen me vështirësi të konsiderueshme për të siguruar sasinë e nevojshme për rezervat shtetërore të mallrave të rëndësishme për jetesë. E tregjet e bursave agroushqimore regjistronin ndryshime të shpeshta, shpesh brenda ditës për shkak të pasigurisë së thellë mbi furnizimin global. Dhe është më rëndësi të përmendet se gjatë atyre ditëve çmimi i grurit në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare luhatej në vazhdimsi pothuajse në çdo orë. Në tregun rajonal, çmimet arritën rritje enorme në nivele pra historike duke u rritur brenda ditëve. Këto luhatje vështirësuan edhe më shumë procesin e sigurimit të kontratave të qëndrueshme për import dhe konsolidimin e rezervave shtetërore të mallrave me kostot e paparashikueshme. E në këtë kontekst, sigurimi i produkteve bazë si pjesë e rezervave shtetërore vërtet u bë sfidë e vërtetë. Rritja e çmimeve të drithrave ndikoi drejt për drejt në kostot e importit. Përvoja jone asaj kohe na tregoi se kur furnizimi global tronditet, çdo vonesë logjistike, çdo kufizim eksporti dhe çdo luhatje çmimi bëhet barrë reale për institucionet që kanë detyrë të mbajnë stabilitetin e tregut të brendshëm. Dhe këtu e theksoj prapë se sigurimi i produkteve bazë përbën një shtyllë themelore të sigurisë shtetërore, sepse këto produkte janë baza absolute
e ushqimit të popullsisë. Në çdo situatë krize, qoftë konflikt ushtarak, krizë ekonomike, fatkeqësi natyrore apo ndërprerje e zinxhirit të furnizimit, shteti duhet të garantojë që qytetarët të kenë qasje në ushqimet bazë që mbajnë gjallë familjet, funksionimin e institucioneve dhe të shoqërisë sonë. Pa furnizim stabil të këtyre produkteve bazë, krijohet pasiguri sociale, panik, rritje e çmimeve dhe potencialisht destabilizim ekonomik e politik. Dhe për këtë arsye, sigurimi i rezervave shtetërore të madrave ishte vërtet jetik. Sepse siguria kombëtare ishte në rrezik, duhej veprim i menjëhershëm i institucioneve tona. Por, në realitet kësaj periudhe, pra në shkurt të marsit 2022, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, respektivisht Departamenti Përgjegjës për Rezervat Shtetërore të Madrave, nuk ka mundur të siguroj as pranoj asnjë ofertë ndaj kërkesës për ofertë për furnizim me këto madra bazike nga operatorët ekonomik, në mungesë të furnizimit të mjaftueshëm në tregun vendor me produktet bazë për arsye se shtetet tjera ndaluan eksportin e produkteve bazë të 10 operatorëve ekonomik. Dhe si rezultat i 3 shpalljeve publike të cilat rezultuan pra pa sukses në konsolidimin e rezerves shtetërore të madrave gjatë fundvitit 2021, pra në shtator, tetor dhe në nëntor, dhe si rezultat i fillimit të luftës në Ukrainë si qeveri e Republikës së Kosovës, në fund të shkurtit 2022 miratuam kërkesën e Departamentit të Rezerves Shtetërore në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që të na mundsohet pra si Ministri përjashtimi nga procedurat e prokurimit për furnizim me produktet e rezerves shtetërore të madrave, sipas ligjeve përkatëse në fuqi, kërkesë kjo e përgatitur edhe nga Departamenti Ligjor i kësaj ministrie. Dhe ju tregoj se ky vendim ishte për 2 arsye, sepse në kohë të luftës ishte e rëndësishme të mbronim sigurinë tonë kombëtare të furnizimit me ushqim esencial për jetesë, si dhe sepse një procedurë e tillë ishte e paraparë dhe e lejuar me ligj. Rrjedhimisht, vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës nuk ka dhënë asgjë më shumë e as më pak që lejojnë ligjet përkatëse në fuqi. Qeveria jonë kishte bërë transparente e të hapur për publikun veprimin e vet me qëllim të sigurimit të furnizimit me rezervat e produkteve bazë, pra madrave, rezervën shtetërore të madrave. E vetëm përgjatë qeverisjes sonë, pra qeverisjes udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, rezervat shtetërore vetëm brenda 2 viteve kanë shënuar rritjen më të lartë si ndonjëherë duke u 30 fishuar, pra në vetëm 2 vite. Për më shumë, kjo është për ndryshim nga qeverisjet e kaluara, ku rezervën shtetërore gjetëm në gremin, të vjedhur dhe duke e cënuar sigurinë kombëtare të popullatës sonë. Për këtë, çdo pretendim i prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron, dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. Me tutje, vlen theksohet për te çdo ndryshimi që rezervat shtetërore janë sekret shtetëror, pra sipas ligjeve në fuqi, ligjeve përkatëse pra për rezervën shtetërore, jo vetëm për faktin që janë çështje sigurisë dhe kanë rëndësi etike, sidomos në kohë lufte, por edhe pse ligji për rezervat shtetërore e parasheket pra neni 9 dhe 10 i ligjit për rezervën shtetërore. Në këto nene, plani strategjik, programi vjetor që përmban llojin, sasinë, vlerën e rezervave shtetërore të madrave, si dhe vendodhja e rezervave shtetërore të madrave, konsiderohen sekret shtetëror, prandaj të gjitha duhet sipas ligjit përkatës të klasifikohen si sekret shtetëror. Kështu të nderuar qytetar dhe gazetar, çdo pretendim tjetër është vetëm pohim në dobi politike që është plotësisht i palejueshëm e i pamoralshëm, marrë parasysh situatën në të cilën gjendeshim gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 2022.